Trajneri Silvinho ka folur pas ndeshjes që Shqipëria humbi me rezultatin 2-0 për Ballankisë. Për trajnerin brazilian pati 3 pyetje nga Klan TV. Çfarë do të ndryshonte Silvinho? Nuk më pëlqen shumë të flas për një ndeshje që mbaroi, kemi përgatitur ndeshjen me Uzunit se bën dhe pjesën ofensive dhe defensive. Kjo është fushë vështirë që të vret. Goli i dytë ka mbyllur ndeshjen. Duhet i bëj komplimente lojtarëve. Në pjesën e dytë patëm hapësirë dhe me mbrojtjen dhe shpejtësinë e tij. Lojtarët anglisë që janë shumë të gjatë të mirë është e vështirë të luash kundër tyre. Prandaj kemi përdorur krahët. Çfarë ishte pozitive? Shpirti shqiptar, të futesh me zemër dhe shpirt më ka qetësuar. Duhet të kemi parasysh që jemi në gara akoma dhe në minutën e 75 ndaj një ekipi si Anglia. Dëptimi Strakoshës? Duhet të konsultohem me doktorin dhe Laçi ka marrë goditje. Ky është moment për të riplerësuar gjendjen e lojtarëve dhe të shohim për ndeshjen tjetër.